Vizita e presidentit sërb Aleksandar Vučić në Moskë dhe takimi me presidentin rus Vladimir Putin kanë shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian, por edhe nga opinioni publik në Serbi, ku kjo vizitë shihet si një sinjal i braktisjes së rrugës evropiane. Sipas disa vlerësimeve, bëhet fjalë për një mesazh politik nga një lider me prirje autoritare. Vučić shkoi në Moskë për elektoratin e vet. Serbia është i vetmi vend në Evropë ku mediat shtetërore ruse veprojnë hapur. Ai dëshiron t'u dërgojë një mesazh votuesve të tij, por kjo nuk do ta përmirësojë imazhin e tij në perëndim, tha Žarko Korać. Ish politikan dhe profesor në pension thekson se kjo vizitë ndodh në kohën kur Serbia përballet me një krizë të thellë politike dhe një klim të rritur pakënaqësie në shoqëri me protesta antiqeveritare disa mujore. Studentet nuk po heqin dorë, ndërsa Vučićit po i bie populariteti. Gjithçka që përpiqet të bëjë si kundërpërgjigje duket e dobët, sepse nuk sjell rezultat. Serbia ndodhet në një krizë shumë të thellë dhe nuk shoh zgjidhje në horizont, tha Korać. Duke komentuar dialogun Kosovë-Serbi, ai thotë se bëhet fjalë për një konflikt të ngrirë. Sipas tij, as Beogradi dhe as Prishtina nuk kanë kapacitete të merren seriozisht me të. Vučić përballet me protesta, ndërsa në Prishtinë ende nuk ka qeveri të re. Çështja Kosovë-Serbi është lënë anash dhe për momentin askush nuk po merret seriozisht me të. Në këtë fazë nuk kam asnjë optimizëm. Marrëveshjet ekzistojnë, por nuk zbatohen. Nuk besoj se Serbia do ta njohë Kosovën, por ajo që pres është të vendoset një jetë normale, pa frikë nga konflikti, tha Žarko Korać. Sipas vlerësimeve të tij, çështja e pasgjidhur e Kosovës mbetet pengesa më e madhe për rrugën evropiane të dyja vendeve. Dhe se thot, Korać, zgjidhjet ekzistojnë, por kërkojnë vullnet politik.